që ta bënë që të qytet e shtëpia se i shtëpia mbar, nuk ujë ose ujë, domethënë, ti pa ja bë hizmetin, pa ja bë shërbimin, pa u lodh, nuk mundesh ti me rujt familjen nëse ti nuk i drejtohesh Zotit. Po e mor me shembull shkurtimisht para se më kalu të shihë, për shembull nëse shihë edhe pastori për shembull janë të prekur me magji. Çka ju kënon ti? Çka bën se rukje e kam dëgjuar që të thon rukje, po çka? Kështu mas pore ta shpjegoj. Rukje domethënë shërim. Me çka? Vetjala raqqa, domethënë është për mi bë dikunja mi këndu Kur'an, sepse shumë bukur kjo thënia. Zoti shëron, a doktori paguhet. Se pa thon Zoti nuk bëhet asgjë. Na çka këndojmë, domethënë në Kur'anin familjar janë kaptina që këndohen nga sura Al-Baqara, që është kaptina që flet rreth lopës, pastaj është ajetul Kursi ose që themi në popullin shqiptar të spidova, ose kulu vallojnë që pranë suratul Ikhlas. Çka kishte këndu sonte për shembull? Po këndoj për shembull me këndu arabisht. Se pastaj më të ta bojnë që ky arabi ka orë atje më. Shiçoni, edhe to disha për me vllojun, domethënë shehu që çenurit në gjuhën latin apo në gjuhën arabe apo në gjuhën shqipe brenda xhamis, kishës, sinagogës, teçës nuk na bën më shumë shqiptar, as nuk na bën më pak shqiptar. Janë disa gjëra që ti nuk mund t'i ndryshosh. Për shembull fjala la ilaha illa Allah, domethënë nuk meriton askush për të adhuruar Muhammed përveç Zotit, Muhammedun Rasulullah, Muhamedi është i dërguar, domethënë i tij, i Zotit. Këto e themi në gjuhën arabe, e themi në gjuhën shqipe. Prandaj nuk duhet më çka kishe këndu ti hoxha? Po këndoj për shembull ajetul Kursin, atë spidoven. Po. Tani çfarë do? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Këto disa vargje sa jetë kuranore që zakonisht ne në për familjet tona kush e ka mësuar të spidoven është kënduar si njëri më fetar dhe më i mbrojtur. Domethënë të spidohen e këtu. Të spidohen, po, të është pjesë domethënë në Kur'an thjesht Allahu la domethënë Zoti është nuk ka përveçti, po nuk e merr atë gjumi as koti as gjë. Po, kjo është domethënë kuptimi i saj. E kjo bëhet domethënë kur njerëzit vinë. A ka lidhje te mos a vetë se ma mos a vetë çka keni me të bash për bisë. Çka ju këndoni ju ose çka bëni ju domethënë kur vjen për shembull një i prekur te tellë, thotë çuni kum xhistoj mali. Si vepron ti me atë person, çka bën? Tani ne kemi një hizmet të shehut me shydit qamil, me shydit shpirtëror, i cili është alim edhe shkon në atë vendin aty të Tyrbje. Atë hizmetin që kemi ne, gjithmonë lutit të i madhi Zotë të Perëndia, pa masisht se kole vallahin edhe nasin edhe në hamin e këto zonë që i përdorëm, po e kemi hizmetin hynor të shehut, i cili ai bres pasdrej ka shkue, gojdhanët ka shku të evladet, ose të dervishit, ose të mehibit. Tani, janë do gjona sekrete që nuk i thojmë dot. Po për shembull një që bën me thonë, në sekret publik. Për shembull e knojmë 7 herë kule vallahit. Por koncentrimi është direkt i lutë me të madhin Zot. Koncentrimi me zemër dhe me shpirt. Për vëllain tim inshallah kur nuk i bën kjo, inshallah është në familje. Po për shembull sigurisht që ti demonstroj, a mundesh atë çka